Përshëndetje. Ministria e Brendshme është sinjalizuar nga Ministria e Arsimit lidhur me një incident të ndodhur në furgonin i cili transportonte nxënës në Dibër. Ministria e Brendshme i ka kërkuar menjëherë policisë të veprojë. Policia ka identifikuar autorin, i cili aktualisht mbahet në komisariatin e Dibrës për të kryer veprimet e para procedurale. Pas përfundimit të këtyre veprimeve, Policia e Shtetit do të dalë me një deklaratë të detajuar sqaruese për ngjarjen. Ministria e Brendshme nxit Policinë e Shtetit të kryej të gjitha veprimet ashtu siç e ngarkon ligji. Siguria e qytetarëve vjen e para. Siguria e fëmijëve qëndron mbi gjithçka. Çdo abuzim ndaj tyre do të ndëshkohet me zero tolerancë. Nxisim gjithashtu qytetarët të denoncojnë çdo shkelje në numrin 112 dhe në komisariatin digjital. Sheh diçka, thuaj diçka. Faleminderit.